pejgjehit në tashme kemi një traditë institucionale dhe është tregu në vazhdimsi që aktgjykimet e gjykatës kushtetuese janë respektu pavarësisht pasojave të rënda politike që kanë ditë me prodhu ka herë për njerëz ose individ ose politikanë të caktuar ose për situata të caktuara, pavarësisht se nuk i kanë pëlqy shpesh partitë politike dhe kanë dalë dhe i kanë kritiku, ato i kanë interpretimet e veta, mendoj që shumë mirë që kjo çështje është sqaru dhe nuk ja vlen që ne të merremi të hyjmë në bllokatë të re ose një krizë të re për një çështje e cila në fakt na shpesh e kena diskutu, nuk është që ka shumë ndikim, më shumë është një pozitë ceremoniale dhe nëse ata vërtet dojnë që listën serbe ta defaktorizojnë, atëherë dohet që me mjete dhe forma tjera thjeshtën e kam thënë shpesh që duhet që komuniteti serb t'jepet mundësi që të votoj pa presion, pa shantazh nga Beogradi dhe ata dhe në këtë formë ata të demokratizohen dhe cilin tjerë njerëz kuvend nga ata të listës serbe dhe të vinë parti tjera që mund të keni qëndrim më miqësor ndaj shtetit Kosovës. Profesor, po për juve, si e shihni